Një shoqërie për me funksionu i duhet vetëm meshkuj të rrezikshëm. Meshkuj të rrezikshëm si nga çështja mentale, si nga çështja fizike. Për me funksionu një shoqëri që të ketë rregulla edhe ligje morale, është kur ka meshkuj me standarde, me rregulla. Një moshkull duhet të jetë ekstrem i rrezikshëm që duhet të jetë i aftë me vrarë me durët e veta. Nuk do jetë çulc, po duhet të jetë me durët e veta. Por njëkohësisht duhet ta kontrolloj veten. Këta duhet mësoj, kjo është prioriteti numër 1. Sepse një farë fiziku gjithmonë meshkujt e kanë më të fortë se femrat. Arsye sepse ndodhin vrasje sot, nuk është sepse ka meshkuj të rrezikshëm fizikisht edhe ka meshkuj më të fortë se femra fizikisht, se gjithmonë ka pas. Arsye sepse ndodhin vrasjet sot me femrat e familje me gjanat edhe problemet, është sepse kemi një mashkull që s'di me kontrollu veten, edhe kemi një mashkull që s'di me kontrollu ndjesitë e veta. Këtu është problemi kryesor i shoqënisë tonë, se kemi meshkuj të dobët, si nga ona psikologjike, edhe nga ona fizike që smirren, që kanë merr më vetëm marr pica, Po gjithsesi, një mashkull që është i dobët shumë fizikisht, prapa është më i fortë se femra fizikisht, edhe prapa ban domin e vet. Mashkulli duhet me qenë i aftë, prandaj edhe në artet marciale ku shkon ti me mësu karate, të mësuesi ose boks, të mëson se si me vrarë tjetrin, ose në Krav Maga, të mëson se si me vrarë tjetrin, por njëkohësisht të mëson se si me kontrollu veten. Këtu është sekreti. Arsyeja sepse kemi probleme me këtu në shoqëritë tonë është sepse kemi meshkuj pa standarde. Edhe kemi meshkuj që s'kan që kur ta kuptojnë, kur vjen dëron, pastaj kthehet në originalitet e ka veprat fem në ujë. Kjo është që po mundohen mi dobësu feministët faktikisht janë edhe këto viktimat e sistemit, se s'kan fajas këto, po këto mundojnë, supozojnë që po bëjnë diçka, po shlirojnë diçka. Edhe po mundohen me qujtë ke mashkullin mbrojtës, që ka fizik mirë, që ka autoritet, që ka standarde, po mundohen me qujtë me zërjash mode. Edhe po mundohen me kriju një realitet me këtë mashkullin tjetër që s'mon veten fizik, nga çështja psikologjike, nga çështja fizike, nuk e mon veten, edhe mundohen me qujtë shembull, për me bo shembull në shoqëri. Po ky që bëhet shembull në shoqëri, ky lloj mashkulli, ky i dobti, ky do ta shkatrojë këtë lloj shoqëri, se këtë probleme që kemi kur vllikun, këtë gjonat që ekzistojnë, drogën, varësinë, nga epshi, nga Pornhubi e këto, këtë varësinë, këtë faj mashkullit është një mashkull më rapon. Është këtë faj mashkullit, këtë këto varësi që kena sot, meshkuj që varen nga Netflixat, nga gjona, nga një mashkull i dopt që s'ka standarde. Që s'ka regula, që mundohet dreqi, shkurë shqip shejtani. Një mashkull që ka standarde, një që kujdeset është fizik, është stoik, është luftetar. Ky dyt me mbrejt. Një që ka standarde morale, ky e ban këtë sen sepse shtëpia gjithmonë është ma mirë ku ka gardh. Jo kur që të mrojë lulet që mos vinë kafshët për me marrë lulet. Jo shtëpia që s'ka gardh, që vjen çdo kafshë, çdo njeriu edhe merr të kopshti edhe taka. Nuk funksionon kjo punë. Tashi morali simbolizon gardhin. Edhe është vetëm në mënyrë që shtëpia të ketë paqe mrena, është kur mashkulli të ketë standarde edhe shtëpia të ketë gardh. Atëherë e ruhet në shtëpi, edhe vendos vetë të porta gardhit, që lejen me hiqe, vetëm një farë hyrje ka pasaj shtëpia jote, vetëm të porta gardhit. Në fund do borrit, ke porta gardhit, ti e vendos me hap, ka me leju me imana, ti e vendos ka me zirë jashtë. Duhet me pas standarde. Problemi kryesor është sot se kemi meshkuj të dopt, as fizikisht, as nga ona psikologjike, s'duan me pranua realitetin si kur është, duan vetëm mua anku, duan janë të varur nga droga, nga pornografia, nga femrat, këto meshkuj, ku dolin e ju jepet forcë, këtyre meshkujve më dorë, këto meshkuj edhe vrasin,
Edhe vrasin këto ecë me ndjesi këto, kupton, një jepet po shtet ty, më duhet fillojnë e vrasin, krijojnë luftra, krijojnë probleme. Një mashkull që ka standarde, që është i rrezikshëm, e vlerëson jetën. E vlerëson jetën, edhe vetëm në mënyrë për të funksionuar njerëzimi është vetëm kur të kemi meshkuj komando në mentalitet edhe nga ana fizike. Që çdo njeri për shembull kur unë e di të u borri shtëpisë njëjtë është një, e zajm shembull, un kam një komshi. Kam një komshi, e di që ai komshia është komando, është burr zotni, komando, stërvitet, si i plotson gjithçka vetes vet, fëmijëve vet, shtëpisë vet, si mungon se sen. Unë që kam njëjtë me mentalitet me ata, a mendon ti si do i bim qafun e herë? Unë do të jemi dabt nga çështja e moralit, që unë shkoj ti ngacmoj gruan atij dhe pastaj tak marr jetën mu. Po unë gjithmonë të ekzistoj, po unë do ta menoj 2 herë, për shembull, do ta menoj 2 herë me ngacmu gruan atij unë, kupton? Që t'ja ngacmoj gruan atij, do ta menoj 2 herë sepse tham është i rrezikshëm, kështu që evitoj problemin. Edhe mund ta evitoj problemin atje se stepesh, ama kur shikoj për shembull një që është i dabt nga ana moralit, nga ana fizikut, edhe ka e grut mirë, këto është por të hapur për probleme. Është por të hapur për probleme, nuk e di ai kuptoni këto tema njerëz, po s'mund t'i shpjegoj bashkëkohësisht se duhet me qenë dikush. Janë tema shkurt e shqip. Mashkulli duhet me qenë i rrezikshëm, me vrojmë dyert e veta, por njëkohësisht duhet me mësu me kontrollu veten, me kontrollu ndjesitë. Problemet vijnë nga meshkujt që s'janë të fortë fizikisht, po s'di me kontrollu ndjesitë e tyre. Këtë problemet që janë këtë botë vijnë nga këto meshkuj. Bani subscribe të këtij kanali që video temat e tjera do postoj vetëm në YouTube. Ju përshëndes.